por që as problemi të politika është që realiteti që ndodhë brenda për brenda nuk shfaqet deri në momentin kur e shohin që po humbin diçka. Edhe kur dojnë me qitë në publik, sa? Edhe kur ata që jesin në publik kur e shohin që po ju shkon diçka, po kur dështon kretë komunikimi intern, çatëherë del në publik edhe për me jalon më shumë fajin njëri tjetrit se sa për me zgjedh ndaj problem. E kjo është problematikë serioze, përndryshe ajo çka është e rëndësishme absolutisht se është i ndërtuar sistemi të na demokratik i tillë që ka kompetenca kogja të rëndësishme edhe presidenca dhe shumë mirë që ka, sidomos në vendet Ballkanit sa më shumë shpërndahet pushteti është më e dobishme, sepse jemi të prirur në kogja për një farë emanal, nështë se sa autoritarizm po na japet mundësia e bojmë thujse se cili prej nesh, kështu që unë problemin kryesor e kam pas pikërisht te kjo, se që një pyetje teorike përmi që tim, që është diçka që kryesisht PDK, kryesisht Bedri Hamza ka insistu, po menoj që mundet mu reaktualizu si pyetje. Nëse shikojmë çka kemi pas në kryet shtetit, apo kë kemi pas? Kemi pas një presidente totalisht apartijake, që dihet që janë bo 2/3 për to, po flasë për Atifet e Jahjagët, e kemi pas president politikanin më të suksesshëm të gjeneratës vetë, edhe më të fuqishëm të gjeneratës vetë, i cili është dalë pasi ka udhëheq parti dhe qeveri në atë post, që ka ma pak kompetenca ekzekutive, edhe kemi pas një prej politikaneve po ashtu goxha të suksesshme, po që ka ndodhur që i kemi pas 3 raste në kuptimin një president që s'është përzin agent partijake heq, një president po ashtu me rol shumë aktiv, edhe një presidente që po të agenda këtë të ndryshme për një gjysmë mandati me kryeministrin. A ishtë dashtë në bazë që ty në tipeve me ndërtu një set parimeve për cilat flisë dhe Bedri Hamza, dhe është dhe mas pari du të mu marrë vesh do parime qëfar presidentin e vyne, mandej me folë për emnat përveçëm, a ju doget që është më rrinë ashta që jo vedije. E zgjata me qëllim pyetjen për shkak se pëmenej që nëse prap zenën thu ku vendit e çështja presidentit është rrezik shumë i madh. Absolutisht që parimet duhet vendosen patjetër, parimet dhe objektivat me të. Se ka me shku dhe që ka me funksionu çështja e presidentit për shkak që nuk mundet me u vendos veç dikush për ambicje ose për pushtet. Ajo, unë nuk menoj që duhet me u penalizu dikush pse është partijak, por që duhet t'jenë figura të rëndësishme, për shkak që e kalumja ka të tregu që është pozicion edhe në aspektin në arenën ndërkombëtare ndër më i rëndësishëm edhe se sa kryeministri, edhe sa ministri punëve të jashtme, edhe se sa gjithçka. Edhe për shkak pozicionit që e ka, edhe për shkak që në shumicën e vendeve ka edhe shtete presidenciale që shpeshherë i bjen ma shumë ftesa me kalu ka ona e presidentit se sa ka ona e kryeministrit, po edhe shumë faktorë tjerë që i mundsojnë me konë shumë ma përfatësuesi gjithë vendit se sa i një subjektit politik ose një qeverisë ose përplasjeve të mbrëmshme dhe gjithë shka është. Kështu që figurat cilat i vendosim aty duhet me qenë figurat cilat i ka ma të mira vendi, edhe cilat janë unifikuese patjetër. Nuk mundemi me vendos president ose presidentët cilët e kontribojnë në polarizimin e shoqërisë, çfarë kemi pasur një kryeministër edhe një pushtet, çfarë deri sot që këtë periudhë kohore patëm kalu kogja kohë, sidomos se ka pas, dihet, para shpalljes pavarësisë, kemi pas polarizime shumë të mëdha